Partia Demokratike e Kukësit për disa ditësh ka nisur një proces të thelluar në analizat e brendshme të veprimtarisë politike dhe organizative, si dhe një diskutim të hapur mbi problematikat që kanë shoqëruar proceset të zgjedhore ndër vite. Kryetari i Degës së PD-s Kukës, Raman Dema, shpreh se ky proces vjen si pjesë e angazhimit të Partisë Demokratike për reflektim të thelluar, përgjegjësi dhe riorganizim të strukturave në funksion të sfidave të ardhshme politike. Edhe ne si Degë Partisë Demokratike Kukës kemi vazhduar me grup seksionet, kemi marrë me qytetin, njëshin, qytet dyshin, me Tërthoren, me Malziun. Sot takimi soqëm ishte me grup seksionet ujmisht, Bushtris, Lapa edhe Kalis. Interesimi është shumë i madh, ne po shohim problematikat ku ka pas dhe ku ka Partia Demokratike në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme Partia Demokratike të jetë fituese. Nga këto realizat deri tanishme, çfarë problematikash kanë nxjerrë për shembull antar, simpatizant, demokratë të Kukësit? Problematikat janë të ndryshme, po më kryesore janë shitblerja e votës, pra shantazhimi, administrata, presionet që janë bërë, pra si që janë ndihshme dhe i ka bërë Partia Demokratike i ka denoncuar. Ndër të tjera, Dema tha se pas përfundimit të analizës së brendshme, Dega e PD-s Kukës do të nisë procesin e zgjedhjes së strukturave në seksione dhe grup seksione, si dhe plotësimin e vakancave ekzistuese. Po vazhdojmë të plotësojmë vakancat ku kemi pas në seksione. Pra që të jemi në zgjedhjet e ardhshme, ne jemi fitues në zgjedhjet parlamentare dhe do jemi fitues edhe në zgjedhjet e ardhshme vendore, pa diskutim. Gjatë takimeve të zhvilluar deri tani janë evidentuar shqetësimet reale të anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, duke u vënë theksi nevoja për forcimin e strukturave, rritjen e unitetit politik dhe një angazhim më të madh përballë një qeverisje që sipas tyre ka cënuar votën dhe demokracinë.